portrete të gdhendura në mermer apo të derdhura në bronz, figura të shquara të kombit, personalitetet të politikës, artistë të famshëm të realizuar me një teknik të lartë skulpturale. Kjo është bota artistike e Qazim Arifit, skulptorit të njohur me origjinë nga Përmeti. Nëse gërmojmë në jetën e tij, në periudhën e studimeve, shohim se shkollën fillore e ka kryer në Tiranë dhe më pas gjatë viteve 1955 deri në vitet 1960, ai ka ndjekur studimet në Liceun Artistik Jordan Misja, në degën e skulpturës në drejtimin e pedagogës Kristina Koljaka. Me vitet që kalojnë dhe punën e tij të palodhur, Qazimi ka rrëmbyer disa tituj. Skulptori konsiderohet si poeti i skulpturës nga kritiku me famë ndërkombëtare Vittorio Sgarbi. Disa nga karakteristikat e tij në punimet që realizon janë se ai arrin t'i jap me vërtetësi botën shpirtërore të gjithë personazheve që i gdhen në skulpturë, të kap detajin e veçantë të personalitetit të tyre dhe duket siguri i jetëson personazhet. Qazimi është një skulptor realist, mjeshtër i portretit dhe i shpirtit shqiptar, duke punuar me mira orë për të realizuar në perfekcion personazhe që kanë shkruar historinë, e për t'i vendosur në kontekstin shqiptar përmes kulturës, siç ka bërë edhe me Papa Franceskun. I vendosur në hyrje të piramidës së Tiranës 9 vite më parë, më 21 shtator të vitit 2014, vepra e Qazim Arifit ka një rëndësi të veçantë si për bustin ashtu dhe për vetë autorin. Gjithçka nisi nga një dëshirë e mirë e skulptorit Arifi, që më pas u përkrah edhe nga vetë Vatikani. Ai kishte mbledhur shumë materiale, kishte ndjekur intervistat në internet, fotografi të ndryshme zyrtare të Papës e shumë detaje të tjera për të sjellë një krijtari të rrallë. Sonte në Vizioni pasdites, Qazim Arifi vjen me një rrëfim të rrallë për punimin e kësaj vepre, si dhe të shumë figurave që kanë shënjuar punën e tij. Çfarë fshihet pas kulturave të tij? Cila është historia dhe marrëdhënia që vetë autori krijon me skulpturat? Të gjitha këto e shumë sekrete të tjera na e rrëfen vetë Qazim Arifi. Ne ndoqemi material prezantues për Qazim Arifin, po besoj që punët e tij janë shumë, ka shumë për të treguar, se është një jetë e tërë, do thoja unë, me punë artistike të zhvilluara, me vlerësime të cilat kanë ardhur jo vetëm nga Shqipëria, por edhe për te. Unë jam shumë e lumtur që e mbyll sot programin, një program i cili dedikuar artit në një farë forme, mbyllet pikërisht me emrin e Qazim Arifit. Kënaqësi shumë të të kem sot këtu. Faleminderit që u kujtuat për të bërë këtë emision për mua, dhe natyrisht që është një respekt të regoni për artistët. Një respekt i merituar, në fakt, se ju keni vite në këtë fushë. Keni vlerësimet shumëta që ne i ndoshëm disi në material, po besoj edhe shumë, sepse ndonjëherë nuk përmblidhen dot në një kronik të përgatitur. Në fakt, është një jetë e gjatë. Sa vite janë bërë konkretisht, nga momenti i parë që ju profesionalisht jeni dedikuar skulpturës? Shiko, më thënë, dëshira ime për të marrë me artë ka qenë që i vogël. Dhe në moshën, po thuaj 12 vjeç, në vitin 1955, më kanë dhënë çmimin e parë si pioner në një konkurs ndërkombëtar. Sa vjeç ishte, më fal? 12 vjeç. 12 vjeç, fëmijë ende. Jam pioner atë, dhe u bë një konkurs kombëtar. Po. Unë prindët më quan në kampe atërë, si që ishin kampet verore, dhe kur u ktheva më thonë që shiko, ke marrë një çmim, edhe për këtë më këshin dhenë një top lastiku, edhe diçka tjetër. Ashtë ishte koha atërë. Po, çmimin e morët për? Për vizatim që kësha bërë. Vizatim, ishte një vizatim. Një konkurs për... Për pikturën. Për vizatimet. Për vizatimet, sa atëherë pa tjetër, ju ishit ende 12 vjeç. Unë isha në shkollën. Ju kishit mësuar vetë që të vizatonit, pra kishit filluar vetë në shtëpis? Ishim dëshirën, ndiqnim ato kurset fillestare që ishin me profesorët i kishin të mirë, na ka dhënë në atë kohë edhe Sadik Kaceli, na ka dhënë në Pallat Kulturës, Not Skodheli, kanë qenë dhe një dy tjerë, në fakt memoria na ka bërë që nuk i kujtojmë do të gjithë, por njerëz që na kushtoheshin,
me dëshirë donin që ta mësonin atë që kishin, atë që dinin. Dhe kjo në bënte që të ndjeshim dhe ne afër, mos kishim ato distancat që mund të ketë një instruktore. Pra nuk pati asnjë lloj imponimi nga familja për ju që të bëheshit pjesë e artit, në një formë apo tjetër. Ka qenë një dëshirë e brendshme edhe juaja, me sa kuptoj. Ishte dëshira ime dhe vazhdoja me ato kurset që kanë qenë gjithmonë. Pastaj konkurova në lice artistik edhe hyra në lice që në klasë 7. Cila mendoni se ka qenë pika më e fortë, se të konkuroje dikur në lice, unë nuk besoj ka qenë kaq e lehtë, mundësit nuk ishin kaq të edhe kjo përgatitja, para përgatitja që kishim bërë për të mësuar diçka, për të qenë më afër kërkesave që mund të ishin aty, na ndihmoi që edhe atje të shprenim atë që mund të bënim. Dhe kjo na bëri që të hyjmë në rrugën e artit, në rrugën e vështirë të artit, pastaj secili me mundin e tij, me vullnetin, me gjithë. Kishte momente në të cilat ju kishit ato dilemat tuaja nëse duhet të ndiqnit rrugën e skulpturës, të artit në tërësi? Në fakt, unë kur jam në lice, nuk është se kisha ndonjë dëshirë për skulpturën, por ata pedagogët duke parë ato vizatimet që bënim atje, edhe bëni farëndarje, ti për skulpturë, ky për pikturë, kjo ishte ajo. Por u bë ndarja si u ndjet ju? Ishi dakord me përzgjedhjen? Edhe ata të pikturës, grupi pikturës dhe të skulpturës bënin plastik, bënin forma në baltë, kështu që për të mësuar, kuptohet. Atëherë kishim dëshirën për të mësuar njërë, pastaja nuk kishim ne preferencë shumë të madhe. Kjo ishte. Patëm fatin që kemi patur profesor të mirë, na kanë ndihmuar. Unë kam qenë në lice, në klasë, në një klasë me kolegë të tjerë, ishim 4-5 veta në një klasë atëherë, edhe kemi patur si profesoresh kujdestare, që na mori nga viti i parë deri sa mbaruam liceun, Kristina Koljaka. Kjo ishte një skulptore që kishte mbaruar në Firenze, me kulturë perëndimore, me atë ndjenjen e plastikës, ndjenjen e artit italian, po themi që... Solli një frym tjetër në Shqipërinë atë kohë? Tjetër. Ishte një frym e re që nuk është se kishim në një rrugë të madhe, edhe ata u përgatitën dhe erdhën për të hapur, për të mësuar ata njerëz që kishin dëshirë për të ecur në këtë drejtim. Ju dashurinë për skulpturën e patët që në momentin e parë, pra si pasojë nga momenti që në një farë forme u drejtuat në skulpturën në lice dhe më pas për të vijuar në vite tjerë. Kur filloi vërtet ta donit shumë? Shiko, kur fillon dhe prek baltën me dorë, atëherë fillon dhe ndjen edhe duket sikur luan kështu me emocione. Edhe fillon të modelosh, të krijosh disa gjëra që janë interesante për... Ju njeni në fakt për portretet. Cili ka qenë portreti i parë që keni realizuar, që e kujtoni ende sot? Apo kur bën shumë, ndoshta disa lihen pas? Vitin e parë dhe vitin e dytë, nuk bënim portrete, po bënim më shumë, do me thënë, lule, dekorative, gjëra që të na mësonin si të formonim, të jepnim lëvizje, të jepnim të plastikën formën. Pastaj, kur fillon edhe merë një farë kulture, po themi, aftësohesh në një farë mase, atëherë të vënd të bësh edhe një portret, ose një basorelief, ose diçka tjetër. Dhe në fund, pastaj t'japin, ke një detyrë më të vështirë, që të tregosh që me të vërtet ke mësuar gjatë kësaj periudhe. Kjo ka qenë... Po, atëherë, ne që në lice e kishim të detyrueshme që do bënim mësim, për shembull, për kaligrafi, për të shkruar bukur, me stilet ndryshme, për të punuar në gur, gdhëndje guri, që kur ishim të vegjël, gdhëndje druri. Kështu që filluam të hynim, të ndjenim qika të... Edhe të bëshit pjesë e gjithë gjësë të ta bënit pjesë. Dhe kur punonim në këto materialet të ndryshme, ndjeshim qikë sikur ne kishim bërë diçka. Kur filloj, ju patët një shkëputje
nga arti në tërësi. E më pas vrulli juaj ka qenë në fakt edhe jashtë Shqipërisë. Unë përmenda që në nisje të kësaj bisede në Itali, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu në Gjermani. Pra janë shumë vende në cilat ju keni prekur me artin tuaj. Mbasi mbarova institutin në 65-ën, atëherë më caktuan byron teknike që ka qenë në Tiranë. Ishte një grup që merre me modele, me dhurata që bëheshin për antarë të delegacionesh ndryshme. Edhe mas një viti, pastaj më transferuan, më quan në tregtit jashtme, sepse në atë kohë kërkonin që të hapin fronte pune për njerëzit ishin. Dhe i dha një shteti, i dha një mbështetje të madhe zhvillimit të artizanatit, sepse ishte punë që bëj me dorë dhe kërkon të fuqi punëtore, nuk është makineri që me 2 veta bë një sasira të mëdha. Po se cili bënte nga një punë, kishte njerëz që bënin më mirë, dikush më pak, por të tërmësoni dhe kishte edhe lloje të ndryshme që i përshtateshin çdo grupi. Kështu që unë mas një viti kalova atje dhe aty pastaj mu desh që të punonja edhe për të mësuar vetë, do me thënë, këtë pjesën tjetër të re, se duhet merreshe me tregti, duhet propozonje gjëra, duhet të ndihmonje edhe këta të prodhimit, që t'i orientojnë se çfarë duhet bënin për të shitur, e kupton? Të ndalem në një nga momentet më të rëndësishme që ju keni patur gjatë gjithë karrierës suaj. Cila ka qenë ajo? Cili është momenti që ju vetë keni ndjerë një krenari për gjithë punën, për gjithë arritjet që keni mbajtur? Kjo ishte puna zyrtare. Po, e kuptoj. Por në prag të ndryshimeve, kur u hapën ato që u futën në ambasadë, një vlla imi me familjen u fut brenda dhe mas akosh unë duke qenë korrekt i thash, ore, një vlla imi ka ikur, është futur në ambasadë. Më mirë të them, mendova që t'ja u thoshe vetë, se sa të më thoshin, pëse s'ta ke thënë tim. Po, si që ishte koha atëherë, po. Unë jo thash edhe kaq, kur pastaj jam merrin telefon, ore du ta hiqni këtë, du ta hiqni anek, derisa më gjeti një vend tjetër, më quan në prodhim, po themi aty, në byro teknike ku isha në fillim të fabrike lullave me ato modelet, por atëre ishte rritur shumë numri, sasia e prodhimit, numri punëtorëve në artistike, ishin ndërmarrje me mira punëtorë. Kështu që me qenë se nga tregtia më thanë, shko aty punon sa kom prodhim. Në kjo. Pastaj ndërja një 2 vjet dhe u shkëputa. Dola vetë fillova të merrem vetë me diçka, kështu që nga ajo kohë pastaj i kushtova përsëri skulpturës. Po, ju rikëthyet. Ju rikëtheva dhe... Kontakti me vendet e tjera si erdhi më pas? Ju vendosët vetë që përfaqësonit pra të bënit lidhjet e të tregonit punën tuaj, cili ka qenë vendi i parë që keni prekur? Unë fillimisht mendova që të krijoj një galeri figurash për veten time, se nuk kishe porosi, por fillova... Për të treguar atë që mund të bënit. Qarë mund bënja unë, edhe kisha mendimin, thash, po bëjt një si galeri të vogël për vete, makari ta kenë edhe fëmijët, ta trashëgojnë, nuk ka ne të keqe. Dhe fillova që të punoj. Duke punuar, pastaj pata kontakte me grupe jashtë, që merre me organizimin e ekspozitave. Dhe aty ka, në ato grupe ka njerëz specialista, kritika arti, dhe thash, po shkoj njerë, le të ballafaqojmë edhe me botën jashtë, po tjetë që... Ajo ekspozit e vogël nuk mbeti vetëm për fëmijët, shkoj për te. Kështu, dhe unë mora pjesë, u paraqita në shumë ekspozita dhe si pasoj dhe në shumë katalog arti, që dalin vazhdimisht vit për vit, edhe disa nga ato janë katalog të rëndësishëm që shpërndahen jo vetëm në Itali, por në shumë vende.
Italinë, në fakt, keni marrë vlerësime, ne ndojshëm në insert, çmimi Nobel që keni marrë për kreativitetin, është i rëndësishëm besoj në karrierën tuaj, po ashtu edhe përshkrimi që i ka bërë Vittorio Sgarbi punës tuaj, besoj do t'ju mbetet gjatë. Ka qenë Vittorio, ka qenë dhe në shtëpitë e kunë, ka ardhur, ka parë punë. Po, një lidhje që shkon për te edhe profesionit me sa duket. Pastaja me këta njerëzit kur prezentohesh, i paraqithesh në ekspozitat të ndryshme, pastaj krijohet një farë lidhje që bësh si shok me gjithë. E kuptoj, kështu që ju e keni eruani me Vittorio Sgarbin ende raportin, pra nuk ka qenë vetëm ai ka qenë edhe në shtëpinë tuaj, jo vetëm një marrëdhënie profesionale. Po, ka qenë atje, sa herë që shkojmë jashtë dhe ai është, takohemi, bisedojmë. Një pyetje, ndoshta drejt fundit po. Edhe specialistë të tjerë dhe kritikë të tjerë që kanë shkruar, kanë bërë artikuj kritik, vlerësime për punët. Kështu që, me thënë drejtën... Duket sikur më shumë të vlerësuar jashtë vendit se sa në Shqipëri, keni ndjerë ju kështu? Kjo është e vërtet. Është e vërtet, sepse ata mendoj që kanë qenë më objektiv, më të pavarur. Një njëri që nuk të një fare, vlerëson atë që shikon punën e thotë, ky ka këto merita, kaq. Ne kemi lënë pas një nga ngjarjet që do të mbetet patjetër në memorien e gjithëve, siç është largimi nga jeta i Papa Franceskut, që ju keni patur mundësinë t'i realizoni statuën që tashmë është edhe në Tiranë pikërisht për vizitën e tij, apo jo? Një punë e cila ka zgjatur, sa kohë ju ka marrë? Ka marrë gati 4 muaj në gjithë përgatitjen, sepse unë zakonisht i mbaj gjatë punët, i kontrolloj, i ndryshoj, duket sikur i mbaroj, por... I keni realizuar i vetëm? Po. Dhe kur shkoj të nesmen e shikoj, t'illoj prape për të shtuar elemente. Vinë njerëzin tonë, po ti ke shetë mbaruar, ma pse e bërë shumë? E keni autokritikën pjesë tuaj? Ne keni patur gjithmonë? Po, unë e shikoj shumë me syrin kritik gjithmonë, më thotë gruaja, shumë dyshues për të bërë. Ka gjëra të cilat do ja ndryshonit atij portreti që keni realizuar për Papa Franceskun, vendosur tashmë afër piramidës? Po, është vendosur qështë në 2014. Po, 2015, po. 2015 dhe për fat, mas u vendos kjo, më erdhi një kërkesë për të bërë 2 buste tjera për 2 papë, ishte Papa, ma kërkuam... Edhe Papa Gjon Palin ju e keni realizuar, po? Papa Franceskun dhe Papa Gjon Palin. Edhe unë më shumë, edhe për shpirt, kur tha unë, që bën një figurë, i bëra këto mirë, po për fat nuk përfunduan mirë, sepse unë bëra të njëjtën kopje që është këtu në Tiranë, Papa Francesku, e kemi shuar dhe në Prishtinë. Ata e morën, por Prishtinë ndoshta që të shkonte Papa për vizitë, Papa nuk shkoi dhe mbeti pa vënë ato. Dhe ka 10 vjet që skulptura është ato depot e pa vendosur e Parlamentit Kosovës. Aktualisht po punoni për ta mbyllur edhe bisedën se jemi në këto minutat e fundit. Ka diçka për cilën po punoni, një portret që është i rëndësishëm për karrierën tuaj që është shumë. Vazhdimisht punoj, nuk është se. Patjetër. Por jam në një moment që po transferohem nga ambienti ku punoj, dhe nuk kam filluar punë sepse do lëviz dhe nuk mund të lëviz në baltë. E kuptoj. Kështu që po jep një kohë dhe suaj. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites. E di që karriera juaj kërkon edhe shumë kohë dhe ka shumë për të folur, po e shijova shumë të bisedë dhe vlerësoj shumë punën që keni bërë në skulpturë për gjatë gjithë këtyre viteve. Shumë falenderoj. Kënaqësi shumë ta mbyllim bashkë programin. Unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne.